A e keni menduar ndonjëherë se çfarë kanë të përbashkët një projekt i dështuar, një ekip me probleme dhe ai kolegu që thjesht nuk pranon asnjë kritik? Shpesh, përgjigja fshihet pas një prirje psikologjike shumë të fuqishme dhe universale, tendencës për të mbivlerësuar veten. Sot, do të zhytemi pikërisht në këtë temë për të parë se si kjo prirje mund të kthehet në rrezikun më të madh për një kompani. Pra, si duket kjo gjë në praktik kur egoja fillon e infekton një organizat? Të gjithë e kemi parë. Ai vetbesimi që e kalon kufirin dhe kthehet në një pengesë reale. Për ta kuptuar më thellë, le të analizojmë një rast studimor. Mirë. Le të fillojmë me seksionin e parë. Për ta bërë këtë koncept sa më të prekshëm, do të ndjekim historinë e një punojësi, të cilin do ta quajmë Ilir. Historia e tij është shembulli perfekt se si një problem i brendshëm mendor mund të shkaktojë dëme shumë reale në botën e jashtme. Pra, ja ku e kemi Ilirin, punonjës në departamentin e shitjeve. Nëse shohim të dhënat, faktet e thata, shifrat e tij janë thjesht mesatare. Ai është në një nivel me ekipin, as yll, por as problematik. Ky është realiteti objektiv, bardh e zi. Dhe këtu gjërat fillojnë e komplikohen. Ndërkohë që të dhënat e tregojnë si mesatar, perceptimi që Iliri ka për veten e tij është krejtësisht ndryshe. Ai sinqerisht beson se është talenti më i madh aty. Dhe ky është saktësisht thelbi i konfliktit që do të shpërthejë. Ky besim i brendshëm sigurisht nuk mbetet vetëm në mendjen e tij. Ai fillon të shfaqet në veprime konkrete. Iliri fillon të injorojë protokollet standarde të punës, nuk i regjistron informacionet jetike në sistemin CRM dhe si pasojë drejtpërdrejt, disa klientë të rëndësishëm humbasin. Pasojat tashmë janë të prekshme. Natyrisht menaxheri i tij e vëre këtë gjë dhe ndërhyn. Reagimi është absolutisht i arsyeshëm dhe profesional. Një kërkesë e thjeshtë për të përmirësuar cilësinë dhe për t'u përmbajtur rregullave. Por, si mendoni se reagon Iliri? Për të kuptuar reagimin e tij, duhet të gërmojmë pak më thellë dhe të bëjmë një diagnozë të problemit. Këtu nuk kemi të bëjmë thjesht me arrogancë apo mendje madhësi, por ndodh diçka shumë më e thellë, në nivelin psikologjik. Dhe ja përgjigjet e tij që tingëllojnë kaq epike, një mbivlerësim total i aftësive, një minimizim i plot i gabimeve dhe ajo ndjenja se rregullat vlen për të gjithë, por jo për të. Këto janë simptomat klasike të një prirje të caktuar mendore. Dhe këtu e kemi diagnozën. Quhet tendenca e mbivlerësimit të vetvetes. Në thelb është një bias kognitiv, një mekanizëm mbrojtës i egos ton, shpesh i pavetëdijshëm, që na bën të besojmë se jemi pak më të zgjuar, pak më të aftë dhe pak më të drejtë se sa jemi në të vërtetë. Mirë, pra ja vum emrin. Por, për te psikologjisë, pse ka kaq shumë rëndësi kjo gjë në një ambient pune? Pse është kaq kritik ky koncept për të kuptuar? Le ta zbulojmë. Dikush mund të mendojë, po mirë, pak ego e tepruar, çfarë dëmi mund të bëj? E vërteta është, dëmi mund të jetë kolosal dhe shtrirja e tij është shumë më e gjerë se sa thjesht një problem individual. Dhe për ta kuptuar shkallën e problemit, shikoni këtë shifër, 50%. Imagjinoni pak, eksperti i famshëm Charlie Munger argumenton se kjo tendencë është motori pas rreth gjysmës së të gjitha gabimeve njerëzore. Gjysma. Kjo është një statistikë vërtet ronditëse që tregon fuqinë e këtij biasi. Dhe kjo tendencë nuk vjen vetëm. Ajo sjell me vete një sër pasojash toksike, ushqen arrogancën dhe antagonizmin, çon në vetmashtrim ku individi refuzon të shohë realitetin dhe krijon një kulturë justifikimesh të pafundme dhe mungesë totale të marrjes së përgjegjësisë. Pra, pika thelbësore është kjo. Për menaxherët dhe departamentet e burimeve njerëzore, kuptimi i këtij biasi është çelësi, sepse pikërisht ai fshihet pas shumicës së konflikteve që duken pa arsye, pas performancës që ngec dhe nuk përmirësohet dhe pas asaj rezistence kokëfort ndaj çdo lloji kritike konstruktive. Tani, le t'i kthehemi rastit ton. Situata me Ilirin përshkallëzohet deri në pikën kulmore, momenti kur egoja e tij do të përballet kokë me kokë me murin e fakteve. Ky është momenti i së vërtetës. Menaxheri, duke mos pasur zgjedhje tjetër, e referon çështjen tek burimet njerëzore. Tani nuk bëhet fjalë më për një bisedë informale, por për një proces formal hetimi. Ajo që është vërtet interesante këtu është se si ky bias e shtrembëron plotësisht perceptimin e Ilirit. Gjatë intervistës, ai është i bindur plotësisht, 100% në pafajësinë e tij. Ai nuk po gënjen, ai sinqerisht beson se vlerësimi i tij është i vetmi objektiv, ndërsa të gjithë të tjerët janë ose subjektiv ose dashakeqës. Dhe kjo tabele përmbledh përplasje në mënyrën më të qartë të mundshme. Në njërin anë, kemi narrativën e Ilirit, e ndërtuar tërësisht mbi egon dhe vetmashtrimin. Në anën tjetër, kemi provat e ftohta të pakundërshtueshme dhe faktike,
të dhënat e performancës, regjistrimet në sistem dhe protokollet e shkruara. Përballja mes këtyre dy botëve është thelbi i problemit. Mirë, kjo përplasje mes egos dhe fakteve duket si një situatë pa rrugdalje, apo jo? Atëherë, si mund ta menaxhojmë? Si mund ta çajmë këtë mur? Për fat mirë ekziston një strategji, një antidot i provuar. Qelësi është mos luftosh kur me egon. Kjo është një betejë e humbur. Në vend të kësaj, duhet ndryshuar fusha e betejës. Gjithçka duhet të ankorohet në fakte objektive dhe të matshme. Pra, përdor vetëm të dhëna, vendos standarde të qarta për të gjithë dhe bëj pyetje që e detyrojnë individin të përballet vetëm me provat. Rregulli nr. 1: mos debato kurrë me opinionet. Qëndro gjithmonë te faktet. Dhe ky shpjegim mbyllet me një pyetje për reflektim që vlen për të gjithë ne. Historia e Ilirit është një rast ekstrem, por tendenca e mbivlerësimit të vetvetes ekziston tek të gjithë ne, në shkallë të ndryshme. Pyetja që mbetet është, sa të vetëdijshëm jemi për të dhe sa objektiv arrim të jemi vërtet kur vlerësojmë veten tonë. Faleminderit.